Në datën 17 nëntor do të zhvillohet konferenca e radhës ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian që shënon hapjen e grup kapitullit fundit, atë të burimeve, bujqësisë dhe kohezionit. Për kryeministrin Edi Rama që lajmëroi vendimin e presidencës daneze për mbajtjen e konferencës së 7 ndërqeveritare, ky është një rekord absolut i ndonjë vendi gjatë procesit të integrimit. Shqipëria e arriti të pamendueshmen. Të gjithë kapitujt e negociatave të hapur brenda 12 muajsh, rekord absolut në procesin e integrimeve europiane. Asgjë nuk na ndal dot drejt majës së Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian. Askush nuk na ndal dot drejt objektivit madhor të mbylljes së negociatave brenda vitit 2027, sepse përtej vështirësive, pengesave, dëmtimeve të pashmangshme apo baltës së pandashme në ngjitjen e kësaj të përpjete historike, ne po e rrisim dhe forcojmë muaj pas muaji Shqipërinë. Shqipëria punon dhe fiton përditje më shumë respekt. Ndërkohë, për të folur për procesin e antarësimit, ambasadorët e të gjithë vendeve të Bashkimit Evropian të kryesuar nga kreu i zyrës së delegacionit Silvio Gonzato u pritën sot në kryeministri nga Edi Rama. Ky format takimi mbahet çdo vit. Ai zhvillohet pas dorëzimit të progres raportit nga Komisioni Evropian për të diskutuar mbi gjetjet e pasqyruara në këtë dokument, si dhe hapat e mëtejshëm që duhet të hedhë Shqipëria në procesin e antarësimit.